Unë jam skeptik ndaj sondazheve, sidomos kur ato nxjerrin rezultate të afërta mes palëve. Ama duhet thënë se në këtë fushat nuk ka dilema në asnjë sondazh. Diferenca mes Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike është me 2 shifra dhe po thellohet edhe më shumë. Sondazhi i Eurobarometrit një ditë më herët nxori një parashikim të zymë dhe tragjik për koalicionin e Shqipërisë Madhështore. Për herë të parë, projekcioni nxirrte jo më shumë se 10 mandate për koalicionin opozitar. Kjo do të thotë 2 mandate më pak se ajo që quhej si listë e sigurt prej 12 emrash. Rezultati është tragjik jo sepse në kuvend kështu nuk hyn djali Fariballiut, por se kështu del fare nga loja edhe garën listë hapur. Aty ku kandidojnë edhe Ilir Meta, edhe Shpëtimi Drizi, edhe disa nga emrat më të mirë të opozitës si Jorita Tabaku, Ilir Ali Mehmeti apo Krishnik Çollaku. Le pastaj po të flasim për konkurrencën mes 2 drejtuesve. Ilir Brenozi i bëri thirrje Berishës të vishte opingat e tij e t'i futej punës. Por realisht opingave me numrin 5 i ka hipur vetëm Edi Rama, i cili bën nga 10 takime në ditë. Sali Berisha në krahun tjetër ka 2 ditë që mundohet të takojë njerëz, por shpesh ngatrohet në shifra, në lëvizje dhe në shpejtësi. Kris Lashivita i ka hequr atij dhe armën e vet kryesore dhe të natyrshme, agresivitetin. Një armë që jo të gjithë ja pëlqejmë, por që atij i shkon më shumë. Por doktori e ka ulur ritmin ende pa u mbushur java e parë fushatës, duke lënë ndonjëherë si buf Edi Ramën, i cili duket sikur nuk ka me çfarë të merret më në këtë fushatë më të çuditshme e 35 viteve demokraci, ku njëra palë nuk fiton dot, ndërsa pala tjetër nuk humbet dot. Një fushatë ku mungonte debati mes palëve. Por dilema është nëse ka vend të debatojnë ushtarët, oficerët kur komandantët e kanë mbyllur betejën, çfarë do të ndodhë atyre kur beteja të mbarojë dhe të fillojnë të numërohen trupat e të vrarëve, sepse ndryshe nga lufta reale, të vrarët në lufta politike vazhdojnë dhe jetojnë biologjikisht. Çfarë do ndodhë me ta? Çfarë do ndodhë në këtë rast me Partinë Demokratike? Çfarë do ndodhë me partitë e reja që linden nga shkapërdredhja e saj 3 vjeçare, nëse ato hynë kuvend? A do të ketë një rilindje të Partisë Demokratike apo do të vazhdojë me të shtima dhe kollitje me doktorin deri në natën e fundit, si Romeo dhe Julieta, në versionin banal shqiptar? Janë pikpyetje të forta, por që duhet të përgjigjemi sonte me të ftuarit e mi. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rrjedhësori me mua në program. Janë Krishnik Çollaku, deputeti i Partisë Demokratike dhe kandidati i listës Tiranë. Mirëmbrëma Krishnik. Mirëmbrëma se kot falenderoj. Me mua është Orlan Lami, politikolog, profesor. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe kolegu im dhe vllai i armëve, Skënder Mingjozi. Mirëmbrëma Skënder. Faleminderit që jeni me mua sot. Po ndërkohë, të flasim pak për temi zgjedhjet e 11 majit që kanë filluar më herët. Falërisisë më interesante të zgjedhjeve, votës së diasporës, kanë mbritur votat e para të temi bashkëpatriotëve tanë, cilët jetojnë jashtë dhe votojnë kësaj radhe, kanë mundësinë që të votojnë nga jashtë, janë rreth 245.000 vota të regjistruar. Shikojmë se sa prej tyre do të votojnë, po si thot një fjalë e urtë, dita e mirë duket që në mëngjes. Shikojmë se për çfarë shifrash bëhet fjalë, lidhemi me kolegen ton Greta Bullari. Greta, mirëmbrëma. Na thuaj ku ndodhesh pranë parkut olimpik apo jo, aty ku do të jetë ku është dhe pika ku do të mbrin votat dhe ku pas mbarimit të afatit zyrtar të votimit në 11 maj do të fillojnë edhe të numërohen ato. Po, mirëmbrëma, tashmë jo vetëm që ka nisur zyrtarisht procesi i votimit për diasporën, por këtu në Parkun Olimpik kanë mbërritur edhe votat e para me preferencën e shqiptarëve të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë. Referuar të dhënave që kemi nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë rreth 600 flet votimi zarfe të cilat kanë mbërritur në këtë dërgesë të parë, por do të jetë pas pak edhe kryekomisioneri Ilirian Cilibashi i cili do të jap detaje të tjera sa i përket shifrave, por dhe se si do të procedohet të vijim. Ajo çka dim të themi është fakti se në momentin që janë dorëzuar nga ana e kompanisë postare, çdo zarf është skanuar për të parë në këtë mënyrë edhe numrin e votave që kanë ardhur dhe janë vendosur në kutitë, sikundërse mund të shihen edhe nga pamjet. Pritet që procesi i cili do të vijojë më pas do të ketë të bëjë pikërisht me nxjerrjen nga zarfi i verdh, që është dhe zarfi i kompanisë
kompanisë postare të zarfeve me fletët e votimit. Brenda në zarfin e verdh janë dy zarfe, zarfi A dhe zarfi B. Zarfi A që përmban fletën e votimit dhe zarfi B që përmban zarfin A. Në zarfin B ndodhet edhe të dhëna sa i përket të zgjedhësit, pra qarku në cilën do të shkojë kjo votë dhe nga ku ka ardhur. Pritet që pas pak të nisë edhe procesi për nxjerrjen e zarfit B dhe ky zarf do të vendoset pikërisht në kutit të cilat janë renditur këtu në Parkun Olimpik sipas qarqeve. Greta, atëherë unë shikoj kutit do të jenë të vulosura dhe do të monitorohen 24/7 nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por të pranishëm jo vetëm gjatë mbrëmjes së sotme, por edhe në vijim do të jenë edhe përfaqësues të partive politike. Greta, më dëgjon Greta apo jo? Greta, të lutem, atëherë shikoj që aty është zoti Celibashi, pra kryekomisioneri i zgjedhjeve, shikoj përfaqësues të Partisë Demokratike, avokat Partisë Demokratike, shikoj që dikush bën foto, ndoshta nuk është thjesht për rrjete sociale, pra duket që ka një shqetësim edhe nga partitë politike për këtë votë. Nëse ke një ide nga kanë ardhur votat e para, kur mendoj që me që kanë ardhur kaq shpejt, i bie që t'jenë në Europë, por mos thënë duhet t'jenë Greqi, Itali. Po, Greqi, Itali dhe Gjermani, po themi janë këto tre shtetet kryesore të cilat ne kemi një informacion se nga kanë ardhur dhe gjasat janë, po themi që t'i përkasin specifikisht qarqeve të Dibrës dhe të Beratit, duke marrë parasysh faktin se pikërisht nga Dibra, po themi nisi edhe procesi i shpërndarjes të këtyre fletëve të votimit. Pra gjasat janë që pikërisht qarku Dibrës dhe qarku i Beratit të kenë edhe numrin, po themi të këtyre votave të cilat kanë ardhur gjatë mbrëmjes së sotme, megjithatë do të jetë edhe kryekomisioneri Celibashi, i cili do t'jap më tej detaje, pasi në këto momente, sikundërse e përmenda dhe më herët, po bëhet i gjithë skanimi i dokumentacionit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi çdo proces, po themi sa i përket kësaj vote, do të skanohet dhe do të monitorohet. Sikundërse e përmendet, janë përfaqësues të Partisë Demokratike, po ashtu edhe të Partisë Socialiste, të cilët kanë ardhur dhe rreth 60 minuta më herët se sa të mbërrinin fletët e votimit për të ndjekur të gjithë procesin që sikundërse thash nuk do të jetë vetëm gjatë mbrëmjes së sotme, pritet që edhe në ditët në vijim të ketë dërgesa të herpashershme të numrit me fletët dhe me zarfet që plotësohen nga ana e diasporës. Greta, kam një pyetje sepse e di Greta, sepse e di që ke shumë kohë që je aty dhe shumë vonë. Sigurisht procesi do të zgjasi dhe për shumë orë, kështu që do kemi rast ta ndjekim nga afër. Kam një pyetje, po tepër për kuriozitet. Cilat janë vendet më të çuditshme ku jetojnë shqiptarët? Pasi besoj që duhet të jetë zbuluar diçka nga harta e dërgimit me DHL të fletëve të votimit. Po, janë 85 shtetet të botës në fakt ku të paktën, po themi edhe nga harta e bërë publike nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kemi vota nga vende të largëta, sikundërse janë, po themi Venezuela, ishujt Faroe, apo edhe ishujt të ndryshëm po themi të vendeve të ndryshme të botës, të cilët duhet thënë kanë vetëm nga një votë, sikundërse mund të jetë apo Jordania apo Egjipti. Ndërkohë kemi thuajse nga të gjithë kontinentet, shtetas shqiptar të cilëve i ka shkuar vota me zarfin e fletës të votimit nga Europa, e cila kryeson sikundërse duhet thënë Italia, Greqia dhe Gjermania, deri tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe këto vende, po themi, pyetja e fundit, Greta, sa vota janë Venezuela apo Zelanda e Re, po themi. Sa vota janë nga Venezuela? Vetëm një votë. Vetëm një. Vetëm një votë është vetëm një votë. Dhe unë e di nga informacion. Dhe unë e di e kujtosh dhe e di për këtë do votoj. Ajo do jetë votë për Partinë Demokratike dhe është motra e një deputetit të Partisë Demokratike dhe kolega jonë e njohur Vjollca Vokshi. Jam pothuajse 100% i sigurt. Të them për kuriozitet, është kuriozitet simpatik i këtyre zgjedhjeve. Greta Bullari, faleminderit për këtë raportim, nga Parku Olimpik i Tiranës, aty ku kanë filluar të mbërrinë votat e para nga Dibra Çollaku, nga ish qarku yt ku sot Edi Rama thotë që do të fitoj 4-1.
Unë pres në fakt që Edi Rama të mbas 4-1, sepse vi nga një palë zgjedhje, ku isha pjesë e deputetëve dhe betejës Qarku Dibrës, ku ne fituam 3-2. Dole 3-2 apo? 3-2. Nga qarqet që fitoi Qarqet fituese Partisë Demokratike, kështu që pres në këtë situatë të rënduar politike, mes gjithë tyre paullësive të Edi Ramës, mendoj që Dibra do duhet ta thelloj fitoren edhe pres që të ndodhë kjo. Një pyetje kam unë, duke e thash veten hyrje, unë tash nuk jam, unë kam qenë shumë parë, unë jam, ose më saktë, kur kam qenë Top Channel Skënderedi, ne kemi organizuar sondazhin e parë serioz me Zogmin atëre, por nga ajo kohë nga kaluar shumë vite, nga kaluar 16 vjet, ka rënë serioziteti shumë instrumenteve demokratik, përfshirë këtu edhe sondazhet, nuk flas për Shqipërinë, por flas kryesisht për Shtetet e Bashkuara, për Europën, etj, sidomos exit pollet janë një eksperiment pothuajse i dështuar. Megjithatë duhet të thënë një gjë Krsnik, që kur rezultati është me 3 pikë, me 5 pikë diferencë, unë nuk i besoj sondazheve. Por të gjitha sondazhet, zotë Çollaku, e japin Partinë Demokratike me mbi 10 pikë. Ai djeshmi i Eurobarometrit është në kufit e tragjedisë. Pra, flasim që nëse votohet sot, Partia Demokratike dhe aleatët e saj, në qarkun e Tiranës ku ju kandidoni, nuk kapin as 12 mandatet që parashikohet ose parathuhet tjetë lista, ose ashtu është përcaktuar në fletë votimi, në fakt, apo jo, lista e 12 emrave të sigurt. Sokol, në rast se, pra unë që të analizoj sondazh, jam në kushtet më jo komodit mua. Edi. Jam në garë, jam të rënë njerëzit. Ta thash unë, dhe këtu jam dakord, po thjesht që... Unë përjetoj emocionet e njerëzve, mbështetësve më shumti, dhe emocionet janë të tjerë nga të sondazhe. Por e them, por përpiqem të dal pak nga fushata politike, për t'ju thënë një si unë e lexoj gjë. Nuk më intereson fare sondazhi. Për mendimin tim, fitoria e Partisë Demokratike ka vetëm një tagër, vetëm një shifër, dhe dështimi ka vetëm një shifër, që është rrëzimi i Edi Ramës. Nëse datën 12, Partia Demokratike nuk ka rrëzuar Edi Ramën, do të thotë që dështim është dështim. Dhe fitoria ka vetëm një emër, rrëzim në Edi Ramës. Shifra e sondazheve, numri mandateve është totalisht relevante për mua, dhe po të jem +5 e -5 nuk ka asnjë rëndësie. Dhe unë jam në fushat për të synuar këtë sukses të Partisë Demokratike. Po humbi atëherë, ka një emër? Sigurisht humbja ka përgjegjësitë e veta. Do të ishte një katastrofë për vendin rreth parë, sepse do të ishte një mandati 4 një qeverie e cila është thellësisht e diskredituar tani më. Do të ishte dramatike për opozitën, për Partinë Demokratike. Sigurisht ka emra dhe përgjegjësia është sipas hierarkisë dhe të meritës në rast se do të fitohet, por unë nuk jam nga ata që sot mendoj humbjen, jemi në betejë për të fituar dhe mendoj që fitoria është vetëm një. Rrëzimi i Edi Ramës në 12 maj. Dhe njerë një lidhje shkurtër me Parkun Olimpiku, po fletë kryekomisioneri zgjedhjeve Celi Bashi, dhe kthehemi me njërë në studio. Dhe dyta ishte Dibur nga Franca. Deri tani në këto zarfe të para, zotit Celi Bashi, keni identifikuar dëmtime? Apo jemi të rregull? 2 zarfat e parë të cilët të DL-s të cilët ne hapëm janë të rregull nga çdo pikpamje. Zarfi B ishte i rregullt, dhe për këtë arsye u skanua dhe vendos në kutinë e rregullt të votimit, nëse mund të them kështu. Për ta shpjeguar ndoshta për publikun, si do administrohet këto pletë votimi, si do ndahen? Ne grisim të themi zarfin e DL-s, prej zarfit të DL-s nxjerrim zarfin B, i cili përmban zarfin A, dhe brenda zarfit A gjendet pleta votimi. Pa ishte zoti Celi Bashi, i cili shpjegon edhe rastin e parë diskutueshëm, që me sa duket është sqaruar mes palëve për një nga zarfat e mbritur. Skënder, besoj nuk ka bëjt temi në përvojën tonë modestisht gjatë situata që po përjetojmë të zgjedhje është në kufit e një anomalie, do thoja unë, apo jo? Anomalin vetë Sokol është një eventualisht... Nuk e di pse vjen për shkak se s'ka debat, vjen për shkak se palët i rrëshkasin njëra tjetrës, vjen për shkak se nuk përballen me njëra tjetrën. Apo rezultati është i ditur... Kodi zgjedhor përsa këtë klim të deformuar, është një kod absolutisht absurd, ndjes Skënder se nëse përfut. Jo, të gjitha se kam votuar kundër, më lejonë absolutisht, dhe mendoj që kam bërë gjë më të mirë në parlament, u mendoj që ky kod zgjedhor prodhon një situatë të tillë. Pra nuk ka fushat, nuk ka përballje kundërshtarësh, ka përballje brenda llojit. Brenda llojit. Ose më saktë bën më të rëndësishme Mos ka fare përballje kundërshtarësh. Kundërshtarë përballen vetëm krerët, Berisha, Rama. Çdo gjë tjetër është një betejë brenda llojit, dhe kjo është anormale. Shumë do flasim për këtë, po s'u ndjes. Ajo që thot Krishniku është e drejtë, që
zanafilla e kësaj qetësie elektorale, e cila për hir të vërtetës, për mendimin tim, vjen nga një ose u shkaktua përtej kalkulimeve dhe interesave të vogla meskine pas perdeve të partive, të dy partive të mëdha, vjen, duhet t'ju kujtoj, sepse jemi gjithë me një farmoshe këtu, vjen në mesin e një Shqipërie e cila periudat e zgjedhjeve i kishte periuda prag lufte, praktikisht. Qytetet visheshin me hektar e hektar me letra. Edhe atëherë nuk është se kishim debate, por ama gjuha ishte, blieshin gjithë billboarderat e autostradave dhe të rrugëve të Shqipërisë, e cepave të rrugëve. Po edhe prapë, edhe kjo ndryshoi pastaj, pas 2013-s. Po pra, është efekti... Kishte tjetër emocion, në 2021. Pa tjetër, kishte, emocion kishte, por jo ky emocioni vulgar që ne kemi futur fushatave dhe që për mendimin tim vjen dhe nga vitet 90 ku gjithçka përjetohej si një luftë. Domethënë, nuk kishte qetësi në përballjen politike. Po ty duket normale këto? Tani kemi kaluar, duket mua anomali për shkak se në tojë normaliteti ka qenë lufta. Tani kemi kaluar në një situatë valjumi. Tani jemi në kahjen tjetër. Tani këtu në vend që të kishte dhe të ketë një balancë mes një gare e cila duhet të ketë brenda edhe atë tharmin e partive, edhe ato idet, edhe përplasjen të ketë dhe nervin, të ketë dhe ritmin, të ketë gjitha, tani këtu jemi në kushtet valjumi. Sepse teknologjia e ka bërë të mundur që ti nga zyra jote si kryetar partisht të kontaktosh gjithë kënd, sy del çdo mëngjes kryeministri, Berisha del në konferencat e veta për shtyp, për hir të vërtetës opozita është pak më sfiduese, po jo aq sa unë çdo ta prisja dhe aq kërkuese në sfidën dhe përballjen, sepse fundja opozita është ajo që duhet ketë interes për të kapur shifrat, për të kapur sondazhet që ti thumë drejt që nuk janë dhe afër. Shmanget pala tjetër. Po, shmanget pala tjetër, po provokimi dhe kërkesa dhe ajo dorashka nuk duhet hedhë vetëm një ditë dhe pastaj të vazhdojmë një muaj. Unë mendoj që do duhet kishte më shumë nerv dhe kërkesë dhe pretendim që t'i jepte garës një lloj edhe dinjiteti, sepse kur dy palë pretendojnë mos përplasen askund, natyrisht kjo punon për qeverinë, sepse qeveria e do statu quo, kurse opozita kërkon ta thyej statu quo. Tani, opozita për mua nuk po bën mjaft dhe mjaftueshëm për ta thyer statu quo, dhe këtu unë vi tek një bindje që e kam, natyrisht Çollaku nuk do jetë dakord. Bindja ime është se janë paracaktuar rolet dhe palët janë dakordsuar për rolet. Pra, unë kam një frikë se Berisha i di sondazhet edhe më mirë se ata që i bëjnë sondazhet ose ata që bëjnë dhe emisione dhe si ne këtu dhe që i komentojnë sondazhet. Partitë kanë sondazhet brendshme shumë të sakta. I kanë me fokus grupe, i kanë me territore, i kanë me realitete, sepse ne duhet kujtojmë që 12 qarqet janë 12 palë zgjedhje në këtë vend. Ky është kodi që kemi ne. Nuk i ngjan Dibra Kuksit dhe nuk i ngjan Shkodra Lezhës, nuk i ngjan jo më pastaj Fierit e Sarandës e tjerë. Pra, Qarkut Vlorës, jo Sarandës, më falni. Pra, situata është e tillë ku të dyja palët po shkojnë në korsinë e tyre, dy korsi të cilat nuk përputhen, dhe do ishte e mirë, unë e thash dhe herën e kaluar Sokol, që këto dy korsi të kishin pika përkputhje. Për shembull, ju kujtoj prap Kanadan, sepse edhe atje është një proces elektoral epokal, sepse aty po ndodh një përmbysje e madhe. Nga një pritshmëri e skajshme që konservatorët fitonin, ardhja e Trumpit në Amerikë dhe loja e tij e egër me Kanadan ka bërë që atje sërish të rikonfirmojnë liberalet kur ata dukeshin politikisht vdekur. Kur Trudeau kishte varrosur. Ishin varrosur, Trudeau kishte marrë fund. Pra, edhe atje debatet ishin edhe në zonën franceze në frëngjisht, dhe unë po e ndiqja një tillë shumë kurioz, dhe në zonën anglisht-folse në Ontario e tjerë. Pra, e gjithë bota debaton. Ne kemi zgjedhur, dhe zanafilla është e drejta që thotë Kroshniku, 2008 secili ruan taboret e veta, secili numëron delet e veta në darkë. Jo, Kroshniku i referoi diçka e më koherente që është kodi i ri zgjedhor. Lami, ti ke edhe iden tjetër shtesë që rezultati thuaj se dihet. Por unë mendoj që Kroshniku ka drejt tek ajo që kodi... Ajo çfarë thanë Mingjozi dhe më pëlqeu si koncept, që ka, ose pagjumësia është
partinë e tretë nuk është në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve, ajo është mbyllur. Dhe elementi i tretë që vlen për të diskutuar është ajo çfarë Kreshniku me drejt thotë, që është defekt, kritik që i adresohet sistemi, që disa sportohen ke listat e hapura dhe disa flejnë gjumë tek listat e mbyllura. Nuk du t'i bëj foto po tem, se edhe i njofim. Pikërisht do t'i balla kur kemi me dur në xhep, duke rrugës duke qesh. Do t'i balla kur kërkoj që PD-ja nuk është në atë pikë sot. Kur e thot Ilir Renozi, pra që është përfaqësuesi tipik i bazës demokratëve, ata që ndoshta edhe kanë sakrifikuar më shumë, kanë vujtur më shumë gjatë tyre 2-13 viteve të fundit, ai thot vi shoppinga dhe dil. Doktori po e bën me të vërtetën, por këta tjetër vinë gjë rrugë. Është qëllimi i vetë sistemit që disa sigurisht të sforcohen, të punojnë më shumë, të kontribojnë më shumë, kapitalin e tyre personal, partjak, ta vendosin shërbim partisë, dhe disa të tjerë të punojnë më pak, për shkak se kanë më pak eksperiencë në parti, kanë më pak njohje me elektoratin, kanë vetë natyre nuk janë shumë popullor dhe të pëlqyeshëm me elektoratin, dhe kjo lloj kategorie janë njerëz që janë... Po pra, ja po ta them, sepse duen në listë edhe për ngjyrim, duen persona me aftësi të kufizuar, duen persona të cilët janë teknokratë, duen persona të cilët kanë një lloj stofi ideor që i duen partisë ta ushqejmë ide, i duen partisë persona të cilët që të... Je shumë ndërrimtar. Nuk jam ndërrimtar, jam pragmatist, sepse kjo është formula mbi cilin funksionon sistemi. Je pak ndërrimtar. Nuk jam ndërrimtar. Unë mendoj që është shumë e thjeshtë. U futën listë ata që janë më besnikës. Ashtë çështje e kryetarit. Po jo formulë zgjedhore. Atëherë fut shiko atë tjetrin, se po tjetë puna, edhe si ku mos ta pranoj Kreshniku këtë që mendon PD, shiko ç'a bën tjetri përballë. Tjetri përballë ka e të gjithë 3 ministra. Ka e të gjithë bishat politikë.